Shpresoj shumë që ka pas reflektim dhe që partia e parë ka kuptuar rolin edhe përgjegjësinë e saj, edhe obligimin e saj edhe me akt vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili ja dedikon, ja sqaron, ja vizaton përgjegjësinë që ka kundrejt qytetarëve të Kosovës edhe për konstituimin e kuvendit. Shpresoj shumë që kanë reflektuar, kanë arrit ndonjë marrëveshje politike, sepse veç me marrëveshje politike mundesh me prodhu zgjidhje politike që janë të mirë qytetarëve. Sa për këtë veprimit që janë, që kanë me të kësh për dhe partive tjera që kanë qenë opozite, a kanë me qenë njëta, kanë me qenë që ashtu vetë me armë këtyja, apo do të bëni edhe veprime tjera, qoftë edhe me radikalit? Na do të bëjmë çdo veprim që është demokratik, që të arrijmë qëllimin tonë për konstituimin e kuvendit, se kjo është obligim që i takon të gjithë deputetëve, por përgjegjësia i takon partisë së parë. Normalisht që mendojmë, jemi të bindur, edhe kemi shqetësim se si kjo parti nuk e ka kuptuar rolin e saj, por njëkohësisht jemi të vetëdijshëm që nuk do ta lëmë që të cënohet rendi kushtetues i Kosovës. Vendi jonë është i konstruktuar në atë mënyrë që të jetë vend demokratik dhe ku respektohen rregullat bazike të demokracisë. Këto nuk mundemi me ja leju askujt për me cënu. Shumë shkurt, edhe kryetari Nismas ka shprehur gatishmëri që është i gatshëm me bashkëpunu vetëm për pozitën e kryeparlamentarit. A mendoni që kjo është arsye pse s'po dojmë marr ata, po thënë për qeveri keni votat për kryetarin? Që nuk po dojmë shtim hisën ashtu që është në kryeparlamentarit me Nismë. Shikoni, votat janë të njëjtat si për qeveri, ne jemi të njëjti deputet. Ne votojmë me bindje, kur nuk jemi të bindur që kryeparlamentari nuk është personi i duhur, ne jemi të bindur po ashtu që edhe qeveria dhe kjo parti nuk i takon, nuk është më e mira për të qeverisur Kosovën. Kështu që bindja jonë nuk ndryshon, ajo që duhet të synohet është marrëveshja politike. Me cilin do partner le ta bën, me cilin do parti politike le ta bën, por le ta bëj. Nuk është domethënë etike që të mos provohet. Ne po shohim një parti të papërgjegjshme që as nuk provon të prodhojë zgjidhje. Ka mundësi me u taku, kemi mundësi me ndajt këtu 24 orë derisa ta gjejmë zgjidhjen, por një zgjidhje duhet me ekzistu. Ne jemi përgjegjës për këtë situatë të cilën qytetarët nuk e meritojnë. Andaj për këtë me që iniciativa i takon partisë së parë, ne po e presim prej partisë së parë. Një zgjidhje, një propozim konkret në të mirë Kosovës. Shumë faleminderit për ju.